shumë keq, dhe kur unë ja veja në pa gabimet e tij, nëse do të quaja në këtë formë, ai zgjedhte gjithmonë që ta manipulonte situatën, se është fjalë shumë e përdorur dhe ndoshta duket keq. Po, ta kthente në favor të vet. Po. Si e si që të bënte ty të dukesh e fajtore. Si tip manipulatori emocional. Po. Po them. Fiks. Dhe kur unë i thoja që shiko se ti në fund mendon më të për veten e tjerë dhe të tjerë, më thonte që po, vetja është primare. Ndërkohë që unë gjatë kësaj historie humba jo veten, por që një moment që po humbja edhe njerëzit e mi të dashur që patjetër në një pikë të saktuar, sepse i kundërshtoja. po më tregonin që më donin mua shumë. Dhe po më thonin që hap syt. Hap syt. Po. Shkëlqimit ka humb. Po. Siç ndodh ndonjëherë kur ti se kupton se sa e dëmshme është një situatë për ty, derisa na thon të tretë. Po. Dhe unë prapë zgjodha mos i dëgjoja dhe po hidhja poshtë dhe njerëzit e mi poshtë në një farë kuptimin që i thoja jo unë do bëj atë që dua. Po, e kuptoj. Dhe nuk dëgjova këshillat e atyre njerëzve që mua më kanë rritur, më kanë edukuar, më kanë drejtuar në rrugët. Dhe të njohim më mirë se kushdo tjetër në planet. Dhe unë kam arsyetuar dhe arsyem se ato më thonin që të largohesha nga këtë marrëdhënie. Ata nuk donin vetëm